jashtë. Shkon atë kodrën atje, i thonë Bregu Helmit, ajo kodrë atje. Bregu Helmit pse? Bregu Helmit. Para 200-300 vjetësh ka qenë fshati atje. Edhe qezma për bukuri këtu, qezëm shekullore ajo. Po, qezma madhe. Dhe Bregu Kishës këtu, tek thesa këtu. Me thonë, kjo të regon që para 300 vjetësh ky fshat ka qenë ka urë, atjetër. I Krishterë, më mirë thënë. Dhe ra një epidemi dhe u shpërmull fshati nga andej edhe iku u mull këti. Dhe po ta shikosh edhe pozicionin e të parëve tanë, ullinjt ka qenë andej largë kur ishte fshati këtej, për të qenë largë baktive, edhe qezma aty, edhe kisha këto. Tani fshati im të